muaj vijojmë, ekipi ynë vijon me marrjet e tensionit arterial, kemi fushata. Unë do vjen përballë me personin do të thonë. Si bëjmë? Duhan ratia, po duhan ato është bukur. Jo, për Ingrid, Larisa. Jo. Qëllimi ynë është të promovojmë sjelljet e shëndetshme të komuniteti. Është vënë re një neglizhim që bëhet nga qytetarët dhe nga gjithë komuniteti për sa i përket kujdesit shëndetësor, specifikisht matjes së tensionit arterial. Që do të thotë, nëse masim bën një matje të thjeshtë rutinë, kapet një tendencë për hipertension, mund të mjekohet në kohë dhe mund të kemi përmirësime të shëndetit të personit. Këshillat janë shumë të nevojshme, siç është matja e tensionit, dhe specifikisht ushqyerja e shëndetshme, që do të thotë eliminimi i kriprave, aktiviteti fizik, eliminimi i yndyrnave, janë disa këshilla të thjeshta të cilat mund të zbatohen për të përmirësuar shëndetin e popullatës. Ky është qyteti i vit që në qytetin e Lezhës, por jo vetëm, në gjithë Shqipërinë dhe është edhe me gjerbe, është një studim që bëhet në të vërtetë për sa i përket hipertensionit, kapjes së hershme të një tensioni arterial, dhe gjetjet janë interesante. Njerëzit kemi pasur plot raste që dhe të rinj, të cilët 18 vjeçar, 19-20, me një tension jo normal, të cilët nuk e dinin fare sepse nuk kishin bërë asnjëherë marrje të tensionit arterial. Pra është e nevojshme që nga mosha 18 vjeçë e sipër, në çdo moshë të bëjmë matje të her pas hershme, të kontrollojmë tensionin arterial, pasi mund të mos kemi edhe shenja të cilat mund të na shqetësojnë ose të na çojnë drejt veprimi. Keni problem shëndetësor, keni probleme me tensionin? Por gjë, ku shon ma? Hajde ma tensionin.